Nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm, komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 12 maj dhe kisha ortodokse në këtë datë na afron lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve kapitulli 12 vargu 25 dhe nga kapitulli 13 vargu 1 deri në 12. Por mos u mburko, le të lexojmë këtë pjesë dhe pastaj ta komentojmë sipas etrave të kishës. Në vargu 25 kapitulli 12 na thuhet dhe Barnaba dhe Sauli si përmbushën shërbesën e tyre u kthyen në Jeruzalem, në Antioki duke marrë me vete Joanin, i quajtur Mark, por në kishën e Antiokis ishin profetë dhe mësues Barnaba, Simeoni, i quajtur Niger, Luçi nga Kirineas, Manaeni, që ishin rritur bashkë me Herodin Tetrark dhe Sauli. Ndërsa po kryen shërbesën e Zotit dhe po agjeronin, fryma e shenjtë tha: "Mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për cilën i kam thirrur." Atëherë pasi agjeruan dhe u lutën, vunduar mbi ta dhe u nisën. Ata pra të dërguar nga fryma e shenjtë zbritën në Seleuki dhe që andej lundruan për në Kipër. Kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e judejve dhe ata kishin me vete dhe Joanin si ndihmës. Pastaj, mbasi e përshkuan u ngjitën deri në Pafo, gjetën aty një magjistrar, një profet të rrem jude me emër Bar Jesu, i cili ishte me prokonsullin Sergji Pavl, njeri i zgjuar. Ky thiri pranë vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë. Por Elimas, magjistari, ky në fakt është kuptimi i emrit të tij, u kundërshtoi atyre duke kërkuar çdo ta largoj prokonsullin nga besimi. Atëherë Sauli, i quajtur edhe Pavël, i mbushur me frymë të shenjtë, nguli syt mbi të dhe tha: "O njeri plot me çdo mashtrim, dhe çdo farë ligësie, biri i djallit, armiku çdo drejtësie, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve drejta Zotit? Tani pra ja dora e Zotit është mbi ty dhe do të verbohesh dhe nuk do të shohësh më diellin për një farë kohe." Me njëherë mbi të ra mjegull dhe terr, dhe ai shkonte rreth e qartë duke kërkuar ndonjë që ta mbante për dorë. Atëherë prokonsulli kur pa ç'kishte ndodhur, besoi mrekulluar nga doktrina e Zotit. Pra kjo është ajo çfarë lexojmë neve në këtë ditë dhe sipas etrave të kishës Shën Joan Gojarti, Shën Agustini, do përpiqemi ta interpretojmë. Por le të flasim për vargu 25 kapitulli 12. Dhe Barnaba dhe Sauli, siç e përmbushën shërbesën e tyre, u kthyen në Jeruzalem, në Antioki duke marrë me vete Joanin të mbiquajtur Mark. Pra, Barnaba dhe Sauli erdhën nga kisha e Antiokis për te kisha e Jeruzalemit për të treguar për veprën e tyre apostolike për gati një vit në Antioki dhe sollën dhe një shërbes si them dashurie, sepse sollën disa ndihma ekonomike për kishën e Jeruzalemit. Pastaj ata u kthyen përsëri në Antioki për të vazhduar veprën e tyre në atë kishë dhe morën me vete dhe Joanin të mbiquajtur Mark. Ky është nipi i apostull Barnabës, që më vonë do të njihet si ungjillori dhe apostulli Mark. Por le të flasim për vargjet të tjera. Flasim për vargun e parë të kapitullit 13, por në kishën e Antiokis ishin profetë dhe mësues. Barnaba, Simeoni, i quajtur Niger, Luçi nga Kirineas, Manaeni, që ishin rritur bashkë me Herodin Tetrarku dhe Sauli. Pra, shikojmë që në këtë varg na tregohet se si kishte filluar të organizohej kisha e Antiokis, që ato i quajtën edhe për herë të parë dishepujt të Krishterë, dhe shikon kishte profetë dhe mësues. Etrit e shenjtë, Shën Joan Gojarti tregon se renditja profet dhe mësues patjetër që tregon hierarkinë e karizmave të shpirtit të shenjtë, që jepte në kishë për mbarvajtjen e kishës. Jo domosdoshmërinë të njëjta me ato që më vonë i patën dhe episkopët. Duhet dinë se kisha në fillim nuk ishin të organizuara, pra ishin shumë veta që bënin punë siç i ndriçonte shpirti i shenjtë, por më vonë kisha mori si them atë organizimin, centralizimin e saj në formë institucionale me një episkop, me presbiterë, diakonët, siç e kemi dhe sot. Por edhe pse kemi një kishë të centralizuar, ashtu si dhe kishat e hershme, kisha sot nuk drejtohet thjesht nga një person, por drejtohet nga një këshill ose sinod, siç e kemi kishën katolike, apostolike, ortodokse në gjithë botën, por edhe një kishë lokale, një kryepiskopat ose një patriarkat gjithmonë organizohet nga një sinod, sepse kisha ortodokse e lindjes nuk beson se te një njeri mund të jetë gjithë si them drejtimi i kishës dhe pagobëshmëria, siç e shikojmë më vonë edhe në kishat heterodokse në Perëndim, por kisha ortodokse beson në frymën sinodiale, kolegjiale,
ku, si shtohet Zoti, ku 2 ose 3 mbledhur në emrin tim, unë jam aty midis atyre. Por le të flasim edhe për vargjet më poshtë. Në vargun 2 na thuhet, dhe ndërsa po kryeni shërbesën e Zotit dhe po agjëroni, fryma e shenjtë tha, mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën me cilën i kam thirrur. Shikoni, ndërsa po kryen shërbesën dhe po agjëronin. Shërbesa apostolike nuk ishte thjesht një profesion, ishte një shërbim që kishte nevojë për agjërim, për kreshmim, për lutje, vetëpërmbajtje. Pra, këto janë të domosdoshme. Dhe Shën Johan Gojarti thekson rëndësinë e agjërimit. Fryma flet në pastërti dhe përurësi. Agjërimi ndihmon në pastërtinë shpirtërore, sepse largon nga dëshirat mishore dhe e nxit njeriu në gjëra shpirtërore, bën një, si them, një kontroll të gjithë vetes, reagon, pendohet, përulet, rrëfehet dhe po ashtu pra nxit edhe në përurësi. Dhe në këtë pastërti shpirtërore dhe në mendje të përulur vjen Shpirti i Shenjtë. Shën Agustini vëre se thirrja e Barnabës dhe Saul nuk vjen nga një ambicje njerëzore, nga një karrierë që kishin aty ata që shërbenin në kishë, por nga një iniciativë ynore, duke treguar se misioni i kishës është drejtuar nga Perëndia, jo nga struktura njerëzore. Kisha nuk është një institucion njerëzor, nuk është një OJQ, është shtëpi e Perëndisë. Dhe Perëndia është ai që drejton në mënyrë padukshme nëpërmjet strukturave që ka kisha, siç thash, sinodit, episkopit dhe klerikëve. Por vazhdojmë të flasim për vargun e 3. Atëherë, pasi e gjurova dhe u lutëm, vun duar mbi ta dhe u nisën. Në këtë varg e të shohin paralajmërimin e ershëm të vendosjes të duarve të apostujve, ose që quhet ajo në kishën tonë hirotonia ose vazhdimësia apostolike. Që do thot, apostujt kishin të drejtë transmetonin hirinë e Shpirtit Shenjtë me vënien e duarve. Dhe edhe sot në kishën ortodokse, nëse dikush thirret për shërbyer kishës në rangun e klerikut, ai duhet të hirotoniset. Pra vjen duart me atë, për shembull, për një prift nga një episkop dhe për një episkop nga 2 ose 3 episkop të tjerë. Kjo është vazhdimësia apostolike. Nëse dikush nuk e ka vazhdimësinë apostolike, nuk e ka marrë hirin në hirotonin ose në misterin e priftërisë, ai nuk ka të drejtë të drejtojë një kishë dhe të paraqitet dhe si organizues ose mësues ose ai që bekon dhe shenjtëron, siç janë episkopët dhe priftërinë. Shën Johan Gojarti thekson ata nuk shkojnë vetë, kjo është shumë e rëndësishme, por dërgohen me lutje dhe bekim, duke treguar unitetin e kishës. Pra, askush nuk mund të marrë përsipër të jetë një shërbyes në kishë, pra një shërbyes që të ketë një status klerik, por edhe laik, teolog, katekist, pa u dërguar nga kisha nëpërmjet hirit, nëpërmjet vazhdimësisë apostolike. Ndryshe, ai nuk është pjesë e kishës. Prandaj, nëse shikojmë një person i cili na afrohet neve dhe na tregohet si një shërbyes i Zotit dhe i kishës, ne do pyesim nga kush vjen, kush kishë ka dërguar, dhe nëse nuk është i kishës ortodokse, nuk jemi detyruar ta pranojmë dhe aq shoqërohemi me të. Dhe vazhdojmë edhe flasim për vargjet më poshtë, vargu 4, ku na thuhet: ata pra të dërguar nga fryma e shenjtë zbritën në Seuleki dhe që andej lundruan për në Kipër. Këtu në këtë varg na tregohet se si ata shkuan në vende të tjera, pra tjetër ishte fryma e shenjtë që drejtonte, dhe Shën Agustini vëre një tekst të fortë, ata janë të dërguar nga fryma, jo thjesht nga njerëz. Shumë e rëndësishme kjo, pra Shpirti i Shenjtë ai që drejton kishën me elemente njerëzor, kuptohet. Kipra shikohet si një hap i zgjerimit të ungjillit në ishujt e Mesdheut, dhe mund të themi që është një vend i bekuar dhe sot e kësaj dite, sepse është katekizuar që në kohët apostolike. Dhe në vargun 5 lexojmë: kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e judeve, dhe ata kishin me vete dhe Joanin si ndihmës. Në këtë varg na treguan se në Salamin ata u futën në sinagogat e judeve. Etri theksojnë rendin misionar, do me thënë, ungjilli në fillim jepej tek judejt, dhe pastaj shkoi tek kombët. Ashtu si dhe Krishti tha, unë kam ardhur për delet e humbura të Izraelit. Por Zoti e çonte ungjillin, lajmin e mirë në fillim tek judejt, sipas besnikërisë të beslidhjes që kishte bërë Zoti me patriarkët, me profetët, dhe kur ata refuzonin judejt, atëherë kalonte tek kombët. Kështu që edhe judejt ka një privilegj të madh, sepse janë të para që thirren në mbretërinë e Zotit, por kanë dhe përgjegjësinë
që do përgjigjen të parët, por edhe ne të kombeve, po ashtu ne që jemi të krishterë, kemi një privilegj se nga të tjerë që sot nuk janë të krishterë ortodoks, kemi privilegjin që na drejtohet neve në fillim ungjilli, por në qoftë se refuzojmë, dënimi duhet më i madh se shumë të tjerë që nuk janë të krishterë ortodoks dhe e refuzojnë ungjillin, siç bënin dhe judejnë në atë kohë. Por le të flasim për vargun e 6. Pastaj mbasi e përshkruan ishullin deri në Pafo, gjetën aty një magjistar, një profet të rrem jude me emrin Bar Jesu. Ata shkuan në Pafo dhe aty u përballën me një magjistar Bar Jesu. Shikojmë që emri Bar Jesu do thotë biri i Jesuit. Emri Jesu ishte një emër që ishte shumë, si them, i përhapur në atë kohë, më vonë kisha e ndaloi përndër të emrit të Jesu Krishtit, por Bar Jesu do thënë emri Jesuit dhe fjala Jesu do thotë Zoti shpëton. Po ka një ironi këtu, sepse edhe pse kishte emrin të tillë, ai ishte një armik i Zotit dhe i kishës, armikit të vërtetës. Pra, nuk të bën as tradita, as emri një shërbëtor besnik i Zotit, por bën pozicionimi që ke ti si person ndaj Zotit dhe fjalës së tij. Në vargun 7 lexojmë diçka tjetër, i cili ishte me prokonsullin Sergji Pavl, njeri i zgjuar. Ky thiri pranë vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të gjonte fjalën e Perëndis. Në këtë varg na tregohet se ndryshe nga Bar Jesu, i cili ishte një jude, dhe ai duhet ta pranonte ungjillin, sepse kishte ardhur për udhëheqjen, ai e refuzon ungjillin, por e kërkon dikush tjetër. E kërkon një prokonsull Sergji Pavl, që ishte një njeri me mendje të hapur edhe pse pagan, dhe Shën Agustini interpreton këtë si shembull të urtësisë njerëzore që kërkon të vërtetën, ndërsa Shën Joan Gujarti thekson se Zoti shpesh i sjell të fuqishmit në besim përmes dëshmisë së thjeshtë apostolike. Pra, asnjëherë nuk mund të thotë dikush që statusi që kam unë, për shembull, në një politik ose në, si them, detyrë shtetare, më pengon mua që të besoj tek Zoti të shkoj në kishë diçka tjetër. Kjo është një justifikim. Përkundrazi, atij që u dha shumë, do t'i kërkohet edhe më shumë. Por në vargun 8 na thuhet, por Elimas, magjistari, ky në fakt është kuptimi i emrit të tij, u kundërshtoi atyre duke kërkuar të largojnë prokonsullin nga besimi. Tashi në vargun 8 na thuhet përballja që Elimas kundërshtari, ky magjistar, shërbëtori i djallit, i bënte shërbëtorëve të Zotit. Etri këtu shohim modelin e përhershëm. Kur ungjilli përparon, kundërshtimi shpirtëror bëhet më i fortë, sepse është djalli, janë demonët, të cilët e bëjnë të kundërshtim. Gujarti thekson se është lufta midis të vërtetës dhe mashtrimit. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të krijojmë idenë se ungjilli do përhapet gjithmonë lehtëshëm dhe njerëzit do të na dëgjojnë. Do ketë shumë kundërshtime, ndonjëherë kundërshtime shumë forta, ashtu siç shikojmë në këtë rast që me Barnabën dhe Saulin me Elimas magjistar, ose që është Simon Petro me Simon magjistari. Dhe gjithmonë kemi këtë luftë ndërmjet Zotit dhe djallit, ndërmjet kishës dhe magjistarëve, ndërmjet të vërtetës, gënjeshtës ose herezisë. Atëherë Sauli, i quajtur edhe Pavël, i mbushur me frymë të shenjtë, i nguli syt mbi të dhe tha: "O njeri plot me çdo mashtrim dhe çdo farlikësie, biri i djallit, armik i çdo drejtësie, a nuk duhet të hiqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve të drejta të Zotit?" Tashmë në këto dy vargje që i përmendëm, kemi dy gjëra që duhet i theksojmë. Shën Agustini vëren ndryshimin e emrit nga Saul në Pavël. Do dihemi se emri Pavël do thotë i vogël. Sauli, duke pasur një vrasje ndërgjegjes, sepse ai kishte përndjekur kishën, kishte marrë pjesë në martirëzimin e Shën Stefanit, gjithmonë ai nuk e quajte veten të barabartë me apostull, edhe pse ishte një apostull i thirrur nga vetë Krishti drejt për drejt, kur e thirrën në rrugën për në Damask. Por ai thoshte unë jam më i vogël i apostujve, nuk jam i dentë i quhem apostull. Madje kur ai përparoi më shumë në porositë, thanë unë jam njeriu më mëkatar. Por ju ndryshua emri Pavël sepse thoshte jam më i vogël dhe ndryshimi i emrit, siç edhe Krishti ndryshoi emrin për shembull nga Simoni tha Petro, ndryshimi i emrit do të thotë se ai ndryshoi misionin, nga te judejnë do shkonte te kombet, sepse për këtë ishte thirrur nga Zoti si apostulli i kombeve. Dhe fakti që Pavli mbushet me frymën e shenjtë kur qorton Elimasi magjistar, tregon se ai nuk po fliste nga ana njerëzore, por hyjnore. Gujarti sheh këtu gjykimin profetik, jo një thyrje personale të apostujve ndaj magjistarit. Ai thekson se apostujt flasin ashpër vetëm kur mbrojnë të vërtetën e Zotit nga deformimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Neve nuk duhet i përgjigjemi fyrjes me fyrje, të keqes me të keqe, por kur bëhet fjalë për të vërtetën e Perëndis,
nuk duhet të heshtim, por duhet flasim, madje dhe duhet bërtasim që dëgjojnë të gjithë, sepse këtu nuk ka kompromis. Ashtu si edhe Pavli i foli Elimas magjistarit. Dhe në vargu 11 lexojmë: Tani pra e dora e Zotit është mbi ty dhe do të verbohesh dhe nuk do të shohësh më diellin për një farë kohe. Me njëherë mbi tëra mjegu dhe tërë dhe ai shkonte rreth e qartë duke kërkuar ndonjë që ta mbante për dorë. Në këtë varg shikojmë anatemën që Pavli tashmë jo nga egoja, hakmarrja personale, por nga një ndryshimi i Shpirtit Shenjtë, pra si më thevi pa pasionshmëri njerëzore, ai e qortoi dhe e dënoi Elimasin magjistar. Këtu, sipas etrave, verbimi është pasurimi i gjendjes shpirtërore që kishte ai dhe u duk dhe nga ana fizike. Por shënua Gojardi thonë se kjo nuk është vetëm dëshkim, pra si një anatem, por është mundësi për pendim. Kemi thënë dhe të tjera, kisha ka të drejtë të anatemizoj, sepse kisha ka të drejtë të qortoj në emër të Zotit. Dhe qortimi është shprehje dashurisë. Pra qortimi ose anatema është ajo është si them veprimi i fundit dashurisë Perëndis nëpërmjet kishës për një njeri i cili del hapur kundër Zotit dhe kërkon të prish punët e Zotit dhe të kishës. Prandaj duhet kemi kujdes sepse anatema e kishës ose anatema një prifti të zë. Gjithmonë kur është me të drejtë dhe kisha nuk gabon. Por flasim për vargjen e fundit dhe vargu 12 ku na thuhet atëre prokonsulli kur pa çfarë kishte ndodhur besoi i mrekulluar nga doktrina e Zotit. Tashmë prokonsulli Sergji Pavël, që ishte njëri mendje hapur, kur shikoi gjithçka çfarë ndodhi, ai besoi jo vetëm nga qortimi dhe mallkimi që mori Elimasi nga Pavli, por nga urtësia e predikimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Predikimi ka fuqi për të kryer një njeri, sepse predikimi është shoqëruar me fjalët e Zotit, fjalët e Ungjillit, jo fjalët tona thjesht personale. Dhe këto fjalë Shpirti i Shenjtë i merr dhe i çon në mendje dhe në shpirtët e atyre që duan të dëgjojnë. Prandaj shumë e rëndësishme të predikojmë dhe gjithmonë kisha i jep shumë rëndësi predikimit, katekizimit, gjithnjë e më shumë, sepse është e domosdoshme. Shënjagër i artë thekson, sa i pra besoi i mrekulluar nga doktrina, por jo vetëm nga mrekullia. Pra, nga e vërteta e predikimit që, siç thash, është aktuale dhe rëndësishme në çdo kohë, sepse si do dëgjojnë, si do besojnë, por nuk dëgjuan. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Përshëndesim përsëri një tjetër me përshëndetje Paskale Krishtu ngjall, vërtet u ngjall.